Lufta për territor, influencë dhe pushtet orienton krimin drejt përdorimit të armëve. Shpesh përdor intrigat për të dominuar qytetin dhe për të pasur linja të sigurta duke eliminuar kundërshtarët. Në ndonjë rast, zgjedh si mash një tjetër grup të hedhur për akmarrje, që të nxjerr nga skena ata që konsideron rival dhe terreni t'i mbetet vetëm atij. Një histori që në botën e krimit të organizuar konsiderohet si pabesia më e madhe, siç është rasti i humbjes së një sasi droge. Jorall ndodh dhe shkaktoi 10 viktima. E vërtet ose jo, duket se kjo nuk ka më rëndësi për aq kohë sa pas një vrasje, hallka të tërë zinxhirash pasojnë njëra tjetrën, duke lënë pas skena krimi që për shumë kohë mbeten të pasbardhura. Ndodh të vriten edhe të pafajshëm, por kjo për ata që janë në anën e kundërt të ligjit, konsiderohet thjesht një dëm kolateral dhe asgjë nuk ka rëndësi përderisa objektivi është arritur. Dhe gjithmonë humbet më i dobti, ai që ka më pak përvojë. Duket se kjo ka ndodhur edhe në Elbasan, një qytet i vogël për të prodhuar kaq shumë kriminalitet. 2 organizata dhe 2 grupe kriminale. Por tashmë gjithçka po zbërthehet. Sa nga mesazhet në platformën Sky, sa nga bashkëpunëtorët e drejtësisë. Por edhe kjo ka një diferencë tjetër. Një vrasës me pagesë që kthehet në të penduar është një armë e fortë në duart e drejtësisë. Ai di shumë, por jo aq shumë sa mund të di vetë ai që e ka paguar. Erion Alibej është nga ata që ka paguar vrasës për të marrë hakun e të vëllait dhe prej javësh po rrëfet në cilësinë e bashkëpunëtorit në gjykatën e posaçme. Seancë pas seance, Alibej po tregon gjithçka ka bërë vetë, por edhe çdo bisedë me persona të tjerë që orientuan drejt atyre që i vran vëllain, Endrit Alibej. Po aq sa vrasja e vëllait, një tjetër peshë e rëndë për Erion Alibejin është përhapja me shpejtësi e një të pavërtete siç e quan ai, që është humbja e 50 kilogramëve kokainë në Angli. Një informacion që ai e dëgjoi nga Suel Çela, por që këmbgul se nuk është i vërtetë. E megjithatë, në një kohë kur shumë mistere ende mbeten të pasbardhura, në një histori intrigash të thurura nga grupet kriminale, ka edhe një të vërtetë. Të 4 grupet e Elbasanit u goditën nga SPAK dhe policia, Çapjat, Çopjat, Alibej dhe Çelët. Por teksa drejtuesit dhe disa prej anëtarëve të këtyre grupeve kriminale janë në burg, vetëm Suel Çela vijon të jetë i lirë, ndonse në Arati. Mes dilemave të herpasershme, se kush e organizoi vrasjen e 3 fishtë në Bradashesh, grupi Çopja apo Çela, Erion Alibej ka vijuar rëfimin e tij në gjykat, duke dhënë detaje për çdo krim që ka porositur dhe çdo njeri që ka paguar për t'u akmarrë. Teksa dëshmon, Alibej nxjerr Suel Çelën si njëri që e ka nxitur, ndoshta jo pa qëllim, që të ndodhte ajo që ndodhi. Me teorinë që kur zihen 2 vetë, ndodh të përfitojë një i tretë. Ardian Çollaku, që sot është i ndjerë, ka qenë informatori im më i besuar të kundërshtarët e mi. Ai ishte kudo, nga siguria që ata kishin në shtet e deri te bisedat të tjera. Çollaku ka pyetur Mikael Kamamin pse e ka nisur këtë punë. Ai kishte thënë që Endriti ishte i tmeshëm. Nga Çollaku mora vesh për herë të parë kush ishte dashnor Dumani, edhe lidhjen me Nureddin Dumanin. Ai më tha që ato kishin bërë një grabitje në Elbasan. Të gjithë emrat që merrja vesh i kontrolloja në Teams, nga Çopjat e të tjerë, me hyrje daljet e tyre. Me atë kohë përveç Franz Çopjas, i cili u largua pas atentatit, të gjithë të tjerët ishin në një ishull grek. Ata kishin bërë hyrje dalje me të njëjtat makina. Në atë periudhë u fokusova te këta, jo te Suel Çela, e kisha harruar. Suel Çela nuk ka qenë në mënyrë direkte përgjegjës për çfarë ndodhi me familjen time, por në mënyrë indirekte po.
duke yshtur, duke folur për atë 50 kg drogë, por ne nuk kemi pasur nevojë për 50 kg drogë. Me besimin e humbur tek policia, apo të gjitha autoritetet ligjzbatuese, Erion Alibej ka hetuar vetë për të zbuluar vrasësit e vëllait. Derisa në një moment është bindur, donse e kishte humbur besimin. Ai sërish u vinte në dispozicion autoriteteve çdo informacion që gjente vetë me mënyrat e tij. Në rrëfimin e tij, Alibej thot se të parët që ka informuar rreth autorëve të mundshëm të masakrës së Bradasheshit ka qenë Leonard Palushi, ish shef i policisë në Elbasan, i arrestuar në vitin 2022 për shpërdorim detyre, si dhe prokurori Ridvan Suka. Në atë periudhë, unë kisha humbur besimin dhe te autoritetet, edhe vetëm mundohesha të gjeja si kishte ndodhur vrasja duke bërë vetë hetuesin për çdo gjë që ka ndodhur me familjen time dhe ja kam vënë në dispozicion shtetit. Të pari që ja kam vënë pasi u arrestova ishte Leonard Palushi, të cilit i tregova ku ishin autorët. Pas kësaj, në paraburgim më erdhi prokurori, për të cilin isha në burg, prokurorit Ridvan Suka. Ja kam thënë të gjitha, i kam thënë bashkoj çështjet, se janë të njëjtët njerëz. Bindjen se pas vrasjes së vëllait të tij ishin vëllezërit Ajdar dhe Frant Çopja, Erion Alibej duket se e krijoi pas takimit me Suel Çelën në Rotterdam, konkretisht pasi pa një person, i cili nxitoi të largohej që të mos përballej me të. Gjatë rrëfimit të Alibejt, dali në skenë edhe emrat e 2 personave nga Shkodra, Gen Stafili dhe Dorian Duli, personazhe të njohur, të cilët në dosjen Metamorfoza rezultonin të ishin në shënjesër të grupit Bajri për t'i eliminuar, bashkë me Ibrahim Licin. Emra, që në fakt dëshmojnë edhe njerë lidhjen që ekziston mes grupeve të Elbasanit dhe atyre të Shkodrës, madje, si që del në vijim të rrëfimit të bashkëpunëtorit të drejtësisë edhe me personat të tjerë nga Fushkruja. Një lloj aleance që është provuar edhe në raste të tjera të hetimeve të SPAK, por në rastin konkret, duket se 2 shkodranët ishin thjesht pjesë e një skenari që synonte të çorjen tonë të hetimet që po kryente vetë Erion Alibej. Pas takimit me Suel Çelën në Rotterdam, Liman Idrizin, njeriu më të afërt të Frant Çopjas, e kam hasur në një berberhana atje. Unika u largova, ai doli për të na parë. Pasi u larguam, vendosëm të kthehemi, që ta pyesnim pse ma bëri. Por kur u kthyem, gjetëm vetëm berberin të friksuar që na tha se di çfarë pati. Ai u largua dhe ja kam lënë flokët gjysmë të qethura. Aty dyshimet se e kishim nga vëllezrit Çopja mu bën më të mëdhaja. Atëherë vendosa të largohesha nga Rotterdami sepse nuk isha i sigurt. Unë u largova nga Holanda dhe doja të takoja Gen Stafilin, sepse ai kishte diçka për të më thënë. Ai erdhi bashkë me Dorian Dulin në shtëpinë time. E pyes çfarë është. Më tha që Duli ka bërë takim me Talo Çelën me 2 mirëditor dhe ja ka sjell Kamer Mehja dhe Berculi, sepse ndritje kishte qelluar me shpull. Unë insistova, kush ishin mirëditorët, edhe pse Genci nuk më tha kush ishin. Pasi iku Genci i shkrova Suel Çelës, sepse Mehja është njëri i afërt i Suelit dhe nëse flisja me Mehjen, zëre se flisja për Suelin dhe po më afrohej prap pista e Suelit. Në një takim tjetër me Suel Çelën, dhe pasi ka kryer testimet e tij edhe në lidhje me informacionet që i vinin nga personat nga Shkodra, aty ka dalë në skenë një tjetër shkodran, që në fakt, siç treguan hetimet e mëvonshme të SPAK, punonte për vëllezërit Çopja. Bëhet fjalë për Flobenc Meçen, i njohur edhe me 17 emra dhe pseudonime të tjera, i cili u arrestua në 23 maj 2025, teksa drekonte bashkë me Xhevdet Plakun dhe 5 persona të tjerë. Një personazh që kërkohej edhe nga Belgjika për vrasjen e Arjan Spaiut, që po ashtu ishte pjesë e grupit Alibej. Në rrëfimin e tij, Erion Alibej shpjegon se sa më shumë i lidhte informacionet, aq më shumë bindej se po thurej një plan për ta nxjerrë në prit dhe se ofroheshin shuma të majme për ta eliminuar.
I kërkova Suelit takim në shtëpinë time, pranoi fillimisht, por më tha pse të vi aty se janë katunarët, e kishte përçapjat, dhe më tha të shkoj te tregu. Shkova atje në akşam. Te tregu më pret Kamer Mehja, Mario Çela, Metin Mehja dhe ulemi diskutojmë, doja t'i testoja. Ka qenë e nevojshme të hidhje fishek zjarre kur vdiqën familjarët e mi, i thash. Ai më tha që se kam bërë, dhe pas kësaj bisede ja thash hapur. Ai më betua që s'kam lidhje. Pasi u sqarova me të, e besova sepse edhe informacioni më erdhi nga dy persona intrigant, Gen Stafili e Dorian Duli. Në këtë kohë më erdhi një informacion shumë i vlefshëm. Një miku im, Ermal Sinani, që rrinte në Peqin, shkoi në Fushkruj. Aty ai kishte takuar Floben Smeçen, të cilin e thrisnin Coli. Ky e ka ditur që Ermali ishte miku im. I shpjegoj se kishte qenë me Altin Docin në burg dhe më kërkoi takim me Dorian Dulin. Në këtë takim kishte qenë Talo Çela, Mikel Kamami, Altin Doci. Edhe bisedat e bëra ishin të tilla. Thuaj sa lek do dhe ma vrit Erionin, ose në të kundërt hiq dorë. Ata gjëja kishin refuzuar, por mua më ka rezultuar ndryshe pasi Duli dhe Tafili kërkonin të më nxirrin nga shtëpia me komgulje. Besoj se ata donin të më nxirrin në prit. Gjatë rrëfimit të tij, Erion Alibej në një formë hedh dyshimet e tij se mund të jetë shitur edhe nga vetë autoritetet shtetërore, të cilëve tregon se her pas here u ka dhënë informacione për vendodhjen e Talo Çelës, që në atë kohë ishte një nga personat më të kërkuar nga policia. E megjithatë ai thotë që jo vetëm nuk u veprua për kapjen e tij, por gjithçka po i kthei kundër. Nisën të vriteshin njerëzit e tij, madje edhe djalin e Dajës, Andi Zylyfi. Kjo ishte arsyeja pse Alibej, ndonse ishte person në kërkim, u investua te siguria e tij, i bindur tashme që do ishte radha e tij për t'u vrarë. Shpjegon se Suel Çela kontrollonte kamerat e gjithë qytetit, ndërsa vetë ai kishte akses në disa prej tyre. Por nga ana tjetër, lëvizte me motor si shpërndarës picash për të verifikuar terrenin, por edhe informacionet që i vinin, disa prej të cilave e çuan tek Emiliano Ramazani. Dhe sërish, edhe pse nuk kishte më besim tek drejtësia, edhe informacionet në lidhje me Emiliano Ramazanin ja çoi policisë dhe prokurorisë. Në kohë dhe në momente të ndryshme unë kisha dhënë shtetit dhe vendodhjen e Talo Çelës. Doja ta gjej atë, pasi dhash gjithë këto informacione, por nuk u bë asnjë veprim, përkundrazi, çdo gjë që i jepja shtetit më është kthyer bumerang. Çdo 6 muaj unë kisha mort në shtëpi. Pas vrasjes së vëllezërve Baho, pra vrasja e njërit dhe plagosja e tjetrit, pas 6 muajsh vrasin Andi Zylyfin, kushëririn tim, i cili rrinte shumë pranë familjes sime. Pasi vran Andin, unë kam qenë te familja ime, isha në kërkim. Në atë periudhë kisha investuar vetëm te mbrojtja ime, sepse deri pas vrasjes së vëllezërve Baho, unë ruhesha nga të gjithë. Nuk e dija kush ma kishte bërë. Pasi më vran djalin e Dajës, në shtëpi më kanë ardhur 2 makina, duke brohoritur. Madje edhe në sy të patrullës së policisë. Unë kam bërë verifikimet vetë, dilja në qytet si shpërndarës picash me motor, dhe pse kisha një pjesë të kamerave të qytetit, pasi për gjithë qytetin kamrat i kishte Suel Çela. Tek shtëpia Emiliano Ramazanit, identifikova 2 automjete dhe më pas i verifikova me kamrat e sigurisë. Dua të them se kisha çdo informacion që më korrespondonin dhe ja vura në dispozicion policisë dhe prokurorit. Pas ngjarjes së Andi Zylyfit, unë vetë dorëzohem në polici bashkë me avokatin tim, më pas dola në arrest shtëpie. Nga ana tjetër, Erion Alibej tregon edhe pse po investoi kaq shumë në gjetjen e Talo Çelës, të cilin, siç thot ai, e donte gjallë ose të vdekur. Sipas tij, ai ishte kryesori dhe dinte çdo gjë për të. Madje ishte i bindur se nëse do arrestohej nga policia, ai do të fliste. Kjo ishte arsyeja pse Arjan Spahiu i sugjeroi që duhej të bëjë një takim me Nurettin Dumanin. Paçka se Alibej e dinte që i vëllai i Dumanit, dashnori, i ekstraduar nga Dubai në 11 qershor 2025, kishte marrë pjesë në masakrën e Bradasheshit ku u vra vëllai i tij. Sërish, ishte gati të bënte një pakt, vetëm për të arritur në gjurmët e Talo Çelës.
Kërkoja vetëm Talo Çelën me çdo kusht, të gjallë apo të vdekur. Doja çdo informacion për të. Djali Dajës më tha: "Pash Fatos Gosën, pas meje me një BMW, rrugës për Peqin." Talo ish kryesori për mua, sepse ai dinte çdo gjë për mua. Rrugët i njihte mirë. Unë doja që ai të më kape nga policia, se e di që do fliste. Arjan Spahiu më tha se ka informacion. I ka marrë vesh të gjitha dhe duhet të bëjmë një takim me Nuredin Dumanin. Pranova. Diku në fund të shkurtit të vitit 2020, Nuredinin e mori Arjani, e solli në pallatin ku unë jetoja, në një shtëpi të marrë me qira. Nuredini kishte dëgjuar që unë hidhja lek për Talo Çelën dhe më tha: "Talo është bërë i vështirë për t'u kapur, por unë e di ku janë ekzekutorët e familjes tënde." Filloi të më tregonte emrat: Talo Çela, Besmir Haxhi, Altin Doci, dhe tek vëllezrit Baho dhe djali Dajës kanë qenë po këta, më tha. Unë e dija që kishte qenë edhe Dashnor Dumani, e kisha si informacion. Ishte pikërisht biseda me Nuredin Dumanin që e nxiti të thurte planin e akmarrjes. Duheshin eliminuar të gjitha ata, që jo vetëm do vinin në lëvizje Talo Çelën, por edhe kishin lidhje me grupin rival që pas vrasjes së Endrit Alibejt kishin vënë në objektiv vetë atë, Erion Alibejn. Unë kërkoja me ngulm kokën e Talo Çelës. Për të shkuar tek Talo Çela, Dumani më tha se duhet të filloja me vrasjen e Dorian Shkozës. Aty Talo do e kuptoj që e kam bërë unë dhe aty do të kap Talon. Mua më interesonte me çdo çmim Talo Çela. Ram dakord që të vijonim ekzekutimet. Në të takim, nuk u bën ndonjë listë ekzekutimesh. Menduam dhe ram dakord që ta nisim nga vrasja e Dorian Shkozës me qëllim që të kapnim Talo Çelën. Nuredinit i tha çfarë kërkon nga unë. Më tha: "Dua gjysmën e shumës, për çdo vrasje marr 100.000 euro. Nga ty dua gjysmat e parave. Çunat i kam gati." "Ok," i thash Dumanit. I thash që do të betohem në Kur'an dhe do ta fal gjakun e vllajt, për shkak se Dashnor Dumani është personi që ka marrë pjesë në vrasjen e vllajt tim Endrit Alibej. Regjistrimin me 2 orë 48 minuta të bisedës që kam bërë me Nuredinin nuk e kam fshirë. Pas bisedës me Dumanin, fola me Arjan Spahin për paktin që bëm. Mora 50.000 euro dhe një iPhone 6 të enkriptuar dhe kodin javura vetë. Në rrëfimin e tij Alibej, tregon se në realizimin e vrasjes së parë nga Nuredin Dumani bashkë me Dorian Shkozën, ishte ekzekutuar edhe Angelo Avdia, që në fakt nuk ishte në planet e tij. Ndërsa tregon edhe vendin se ku blinte armë te një hoxh që qëndronte në zonën e Freskut, në Tiranë. Ram dakord për vrasjen e Dorian Shkozës, në atë periudhë flisja vetëm për Talo Çelën. Një natë më shkrua Nuredini dhe më thot: "Mbaroi i pari." I them kush? Më thot shikoj në televizor, parë që ishte vrarë Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Po ky tjetri, them gadoli. Në shpejtim e sipër më thot, dhe ai nuk ishte kot, se ishte i atyre. Para se Nuredini të vijonte me këtë ngjarje, unë kisha lidhur kontakte me një hoxh në Tiranë, ai shiste armë dhe blinin armë te ky hoxha, rrinte në Fresk. Një tjetër personazh që Erion Alibej e tregon si një njeri që luante me shumë porta, ishte edhe Elio Bitri. Nga njëra ana ai punonte për grupin e vëllezërve Çopja, por nga ana tjetër informonte edhe për planet që ata kishin që të vrisnin Erion Alibejn. Përmes tij kishin vënë kontakte me Mikael Qosen, që ishte krau i djathtë i vëllezërve Çopja. Donse ishte në dieni të takimeve të Dumanit me Alibejn. I kishte ofruar deri në 2 milion euro për ta vrarë. Ai sa bënte pazar me Nuredin Dumanin, i cili në këmbim të vrasjes së Alibejt i kërkonte Talo Çelën. Pas vrasjes së vëllezërve Haxhia, Nuredini erdhi në shtëpinë time dhe në atë kohë ka qenë kohë Covidi. Doja t'i lidha një kontakt me vëllain e Nuredinit, Dashnor Dumanin, që ishte njeriu më i afërt i ekzekutorëve të familjes time. Dashnori jetonte në Gjermani në atë kohë dhe i çova një telefon Sky nëpërmjet një të njohurit tim, me anë të Elio Bitrit. Lidhëm kontakt me Mikael Qosen dhe isha i pranishëm tek çdo bisedë. Mikael Qosja i tha një moment Nuredin Dumanit: "Ke 2 milion euro për të vrarë krymin për mua." Dumani tha Mikael Qoses që të vrasë Erion Alibejn duam të më japësh Talo Çelën, por edhe ata ishin në dieni që Dumani kishte filluar të bashkëpunonte me mua për vrasjen pas informator. Kishin Elio Bitrin. Dua të sqaroj se Elio Bitri ka luajtur me të gjithë, ka dërguar informacione tek Çapjat, tek Çelët, luante me të gjithë për interesa.
Planet për vrasje vazhduan. Në listë ishte vllai i Talo Çelës, Bujar Çela, Regis Runaj dhe Emiliano Ramazani, ndërsa si informator shërbente Elio Bitri dhe Julian Hoxha. Erion Alibej tregon se si u thur plani dhe çfarë synoi me eliminimin e tyre. Morëm një makinë bashkë me Nuredinin dhe e lam në një garazh të Dajat e mi në Peqin. E morëm për ta pasur për punë në gatishmëri për të bërë vrasje. Më pas, e afruam makinën dhe i kërkova nder Arben Lazes për ta lënë në një kapanon afër metalurgjikut, po interesoheshim edhe për Bujar Çelën, vëllain e Talo Çelës. Në ato kapanon ka fjetur disa ditë Dumani bashkë me çunat e fushkrujes për të ekzekutuar Bujar Çelën. Vrasja u lap pak më vonë dhe gjatë kësaj kohe u diskutua për vrasjen e Emiliano Ramazanit. Informator kisha Elio Bitrin dhe Giuliano Hoxhën. Ky më informonte edhe për Regis Runajn apo Bujar Çelën. Ramazani ishte njeri më aktiv i vëllezërve Çopja dhe Bujar Çelës, që ishte njeriu më i afërt i Talo Çelës. Ne vendosëm që ta vrisnim edhe Bujar Çelën sepse komunikonte shpesh me telefon me Talo Çelën. Vrasjen e Ramazanit e morën përsipër ta bënte Skerditase, Nipçja dhe Kusha. Kishim informacion se Ramazani shkonte në palestër. Giulian Hoxha dinte çdo lëvizje. Njeriu më i brendshëm i tyre ishte Giuliano Hoxha. Në rrëfimin e tij, Erion Alibej tregon të gjitha detajet e ngjarjeve, kush ka marrë pjesë, mjetet dhe armët e përdorura, sa para janë paguar dhe si janë dorëzuar parat. Ndërkohë shpjegon edhe planin se sipas vrasjes së Emiliano Ramazanit, armën e krimit kishin vendosur ta linin tek shtëpia e Bujar Çelës, në mënyrë që grupet të përplaseshin me njëra tjetrën. U organizuan për ta vrarë tek palestra, por nuk e vram dot. Ditën e ekzekutimit ka qenë sërish tek palestra Ramazani dhe informator kishim Elio Bitrin e Giuliano Hoxhën. Henrik Hoxha ishte në timon, Skerditase ishte pasagjer dhe pritëm në rrugën kryesore pranë pallatit ku kishte shtëpinë. Ka ardhur makina e Ramazanit, një Ford ngjyrë gri, ka dalë Skerditase dhe ka qelluar me një pistolet TT që e kisha siguruar unë. Pas ekzekutimit, kena djegur makinën në daljet e Elbasanit dhe e kanë lënë pistoletën të një fshat afër shtëpisë së Sander Bahos dhe kishim menduar që pistoletën ta linim tek shtëpia e Bujar Çelës që të përplaseshin grupet me njëri tjetrin. Henrik Hoxha, gjithmonë kur merrte pjesë në vrasje, merrte makina me qira, lëvizte me këto lloj makinash. Ramazanin e kam njohur më parë, kisha marrëdhënie me të. Ramazani ishte shpërndarës droge në Elbasan dhe njihnin të gjithë. Unë e njihja si mik të Mikael Qoses dhe kam pasur marrëdhënie të afërta. Për çdo vrasje është paguar 100.000 euro. Për vrasjen e Emiliano Ramazanit kam paguar 75 apo 80.000 euro. Kam dërguar Arsen Preçin tek rrethrotullimi i Tegut dhe aty ka ardhur një vajzë që ishte lidhje kushës që ka marrë lekët. Kjo vajzë ishte me taksi, kështu më ka thënë Arseni. Me radion e policisë, që ja kishte dhënë vëllai Suel Çelës, Alibej ka mësuar edhe vrasjen e Emiliano Ramazanit. Ndërsa ndryshe nga plani për të vendosur pistoletën tek shtëpia e Bujar Çelës, Nuredin Dumani e ka informuar se në fakt e kishin lënë tek servisi i Seit Manahasës. Që ky informacion të binte në veshin e policisë, është përdorur një tjetër personazh, Bujar Gërmizi nga Kuksi, që po ashtu është pjesë e një tjetër dosje të SPAK. Gërmizi ka takuar ish shefin e policisë së Elbasanit, Leonard Palushin, që po ashtu ishte nga Kuksi, të cilin e ka orientuar drejt armës, duke i thënë se përmes saj do të zbardhej një ngjarje. Dhe në fakt, Palushi ka dërguar policinë në adresën e dhënë, duke gjetur armën, dhe më pas u bën edhe arestimet, që në fakt u mësuan shumë shpejt që ishin një kurth, dhe të arrestuarit nuk kishin lidhje me vrasjen e Emiliano Ramazanit. Një radio policie ma dha Mario Çela dhe vrasjen e Ramazanit e mora vesh në komunikimet në radio, ndërsa pistoletën e lam tek shtëpia e Bujar Çelës për t'i përplasur me njëri tjetrin që të dilte në skenë edhe Talo Çela. Në diskutimin e telefonit me Nuredinin, 4-5 ditë pas vrasjes së Ramazanit, më thotë që armën e krimit ta lëm tek Seit Manhasa dhe e meritoi. Armën e ka vendosur në servisin e Manhasës e çoi kaplani, që u vra në Rogozhin dhe për këtë punë mori 8.000 euro. Këtë ja kam treguar Bujar Gërmizit, që i thash të çojmë Leonard Palushin për të bërë kontrolle, dhe Bujari ka takuar Leonard Palushin dhe i ka thënë që do të zbardh një ngjarje dhe po të jap një informacion. Di që Palushi ka dërguar policinë, ka gjetur armë dhe janë bërë dhe arrestime. Pas vrasjes së Emiliano Ramazanit ishte radha e Regis Runaj.
vrasje që u planifikua të kryej me thik, në mënyrë që të mos bëj shumë zhurmë. Pas vrasjes së Ramazanit e pyeta Nuredinin si mendon për vrasjen e Regis Runajt dhe pasi mora miratimi them Gjuliane Hoxhës, vazhdo me vrasjen e Runajt, jo me armë zjarri, por me thik, që të mos bëhej shumë zhurmë. Kam biseduar me Gjuliane Hoxhën për vrasjen që kishte bërë, që për mua ishte masakër jo vrasje, pasi e kishte shëlluar disa herë me thik. Pasi dështuan që ta përfshinin Bujar Çelën në vrasjen e Emiliano Ramazanit, duke i faturuar armën e krimit, u vendos që ai të vritej. Por plani i parë dështoi. Në një moment, atentatorët u tërhoqën. Bujar Çela vëllai Talo Çelës ishte njeriu më i afërt i tij, ka qenë taksist, kemi pasur informacione edhe nga Elio Bitri. Pas vrasjes së Emiliano Ramazanit e vendosa unë dhe diskutova edhe me Nuredinin që armën e krimit të vrasjes ta vendosnim te shtëpia e Bujar Çelës. Shtëpia dia se kisha informator prej tyre. Bujar Çela kishte një pikë shumice ndërsa Gjuliano Hoxha shkonte atje. Nuk arritëm që Gjuliano të merrte një qese apo diçka që kishte prekur bujari me dorë apo gjurmët e gishtave. Donim ta grobosnim pranë shtëpisë që të krijonin përplasje mes tyre. Me anë të policit Palusha që njihja, do t'i dërgoja atij që e ka armën te shtëpia e bujarit, por nuk arritëm ta bënim këtë. Vendosëm që bujarin ta ekzekutonim. U angazhua Henrik Hoxha dhe ata komunikonin me Nuredinin. U angazhua Kushoja dhe Nipçe për të vrarë Bujar Çelën. Se di pse u tërhoqën atë kohë, se ishte objektiv shumë i thjeshtë. Vrasja e vëllait të Talo Çelës u realizua pasi u ekzekutua miku i Nuredin Dumanit, Klevis Kaplani. Alibej tregon se si ka orientuar lëvizjet e atentatorëve, duke qenë se i vinte në ndihmë radioja e policisë dhe përmes saj kontrollonte se cilat rrugë ishin më të sigurta. Për vrasjen e Bujar Çelës u nisëm direkt pas vrasjes së Kaplanit, shokut të Nuredinit. Çunat e fushkrujes i kanë sjellë Nuredinin dhe një makinë pune. Një person i pa çunat e fushkrujes me maska dhe janë trembur, e kanë ikur për një moment. Pasi janë rikthyer, janë afruar dhe e kanë qelluar. Pasi e kanë vrarë, ka shkuar Nuredini, janë larguar 2 makinat. Kanë ikur të gjithë, më pas me një E-klas direkt për në fushkruj. Kisha radion e policisë dhe i thash ik direkt, drejt, se ke rrugën bosh. Më telefonon Agim Leshi dhe më thot, Erion, a je në gjumë? Po, i thash. A i më tha se kanë vrarë vllain e Talo Çelës. Nuredinin ato kohë rinte tek një hotel që ja kishte siguruar, Best Xhixha. Nuredini më ka thënë dhe i kam quar 60-70.000 euro, nuk e mbaj mend shumën tamam. E kam quar në afërsi të Vorës, pra një karburantit. Të nesërmen më vjen një autokolon policie, nuk kam bërë asnjë rezistencë. Në një moment, rrëfimi i Erion Alibej ndërpritet nga të pandeurit e pranishëm në sallë, Enver Diva dhe Gjulian Hoxha. A i ke parë veta apo ti ka thënë Nuredin Dumani? Si e kam marrë informacionin? Kam qenë në shtëpi, s'kam qenë kurrë afër Bujar Çelës, se kam qenë në burg në atë moment. Por Alibej ka vijuar rrëfimin e tij, duke shpjeguar edhe rolin e personazheve nga fushkruja, por edhe emrat e atyre që e morën përsipër fillimisht vrasjen e Bujar Çelës, por më pas u tërhoqën. Nuredini ka qenë organizatori gjithçkaje përveç Regis Runajt. Unë i kam ofruar gjithçka që ai kërkonte, çunat e fushkrujës, besin dhe verin, si kam parë kurrë. Kur ekzekutua Kaplani, çunat e fushkrujës kanë pasur informacion. Nuredini ne strehoja të një pallat pranë shtëpisë time në atë kohë, kur u vra Kaplani. Ishte shtëpia e vjerrit Arjan Spahiut. Ka folur atë natë Nuredini me çunat e fushkrujës. I thash largo makinën dhe çunat e fushkrujës nga aty poshtë pallatit, se do ju ngecin edhe vrasjen e Kaplanit. Kur Nuredini i mori të dy, i mori si ekzekutor. Nuk ndaheshin kurrë çunat e fushkrujës nga njëri tjetri. Ne kemi folur edhe me Gjuliano Hoxhën, pa qenë i arrestuar. Ka qenë puna e parë me Bujar Çelën, që e mori përsipër Skerditasi dhe Kushoja Henrik Hoxha, që pastaj u tërhoqën. Ndonë se ishte arrestuar, Erion Alibej shpjegon se edhe në para burgim ka vijuar të mbaj kontakte me Nuredin Dumanin, me të cilin komunikonte përmes një telefoni që kishte Sky dhe kishte arritur ta fuste brenda. Madje, shpjegon se ka qenë ai, i cili e ka orientuar Nuredin Dumanin që të shkonte në Kukës, te miku i tij, Bujar Gërmizi.
Giuliano Hoxhën e pajisa me Encrochat dhe Sky ECC e kisha organizuar Giuliano Hoxhën për lëvizjet e Bujar Çelës dhe për të marrë diçka që bujari kishte prekur në mënyrë që të ngjesnin vrasjen e Ramazanit. Giuliano Hoxhës si kam thënë kur që do e vras bujarin, por besoj se e ka marrë vesh, sepse po kërkoja informacione. Giuliano Hoxhës nuk mbaj mend sa i kam dhënë, por i kam dhënë shumë parash sistematikisht. Mi jepte infot me Encro. Këto info i ndaja vetëm me Nuredinin. Ne donim informacion në kohë reale se nuk mundej Nuredini, dhe Nuredini e dinte se ku i merrja infot për Bujar Çelën. E dinte që unë kisha Giuliano Hoxhën informator. Familja Nuredinit ishte aty, e kisha nën kontroll. Giuliano Hoxhën, si kam folur kur për Nuredinin, armët i siguroja unë. Te ky episod i kam dhënë pistoletën Nuredinit, por ai ka pasur edhe vetë armë, s'më kujtohet mirë si armë. Nuredini më ka shpjeguar edhe se si ndodhi historia pas krimit. Nuredini ka qëndruar në Fushkruj në një hotel te çunat e Fushkrujës. Kam folur me Nuredinin në Sky. Kam arritur të marr aplikacionin dhe në paraburgim. Me anë të një shoku tim e kam çuar Nuredinin në Kukës tek Bujar Gërmizi, një mik timin atje. Ndoshta i bindur se shumë njerëz që kishte afruar pranë vetes për planet e tij, në një moment do i dilnin nga fjala, ashtu siç kishte bërë edhe me Nuredin Dumanin, duke regjistruar bisedën me të, e në të njëjtën formë Erion Alibej kishte vepruar edhe me të tjerët. Edhe Giuliano Hoxhën, që ai thot se informonte për gjithçka e kishte regjistruar. Kërcënimeve të tij se do fliste e do tregonte gjithçka, Alibej kishte paraprirë duke e përgjuar e më pas gjithçka ua ka dhënë prokurorëve. Giuliano Hoxhës i kam dhënë vetëm pagesa sistematike për Bujar Çelën, nuk i kam dhënë se ka qenë në burg. Pagesat ja kam dhënë sistematikisht me data fikse, ose kur i kërkonte për informacionet që më jepte. I kam dhënë edhe bashkëshortes së tij pagesa, madje ky më kërcënonte, më thoshte do të flaset të tilla gjëra. Unë i kam çuar familjar të mi e kam incizuar madje në makinë për kërkesën e lekëve. Ja kam dhënë edhe prokurorëve këtë përgjim. Familjar të mi e kanë përgjuar kur i jepnin parat. Giuliano Hoxha më informonte për gjithçka. Për Talo Çelën Giuliano Hoxha ka pasur dieni se unë doja ta vrisja. Unë flija dhe zgjohesha me iden për të vrarë Talo Çelën. Sa ato trimat e Dubajt nxirrin të tjerët në rrugë, i hodhën në rrugë si qenë. Në lidhje me Bujar Çelën i kam kërkuar çdo informacion, çdo veprim. Më ka çuar foto dhe dhëna, ja kam shpjeguar Giulianos. Teksa dëgjonte rrëfimin e Alibejt në sallën e gjyqit, Giuliano Hoxha, i pranishëm si i pandehur, e ndërpret me pretendimin se nuk ka lidhje me ato që thot. Madje, kërkon që të zbardhen këto biseda, duke thënë se Alibej kërkon ta përplas me shokët e tij të fëmijërisë. Zbardhni bisedat e mia me Erionin, nuk kam të bëj, se për Bujar Çelën është një person tjetër, Halili, dhe ka bërë deklarime. Për çdo ngjarje keni DVR-n e kamerave të shtëpisë time. Dhe me bisedat unë kam qenë në shtëpi, s'kam qenë brapa askujt. Kam qenë në shtëpi, unë kam qenë shok me atë dhe ai ka mlef me mua. Ai thot që s'më ka njohur, unë jam rritur me të, nuk kam lidhje fare, hapni të dhënat. Më jepni 300 vite burg plus nëse kam lidhje me këtë. Ky kërkon të më përplas mua me shokët e fëmijërisë time, ky këtë do. Unë kam qenë edhe 2 muaj në burg. Ky do të më fus mua në hasmëri me miqtë e fëmijërisë. Në rrëfimin e tij, Erion Alibej i kthehet her pas here asaj që e rëndon më shumë. Vrasjes së vëllait, por edhe kurthin që u kishte ngritur me pretendimin e humbjes së 50 kg kokainë, që me gjuhën e trafikantëve quhet gol. Madje, duke dashur të përforcojë edhe më shumë iden se kjo është një e pavërtetë e shpikur për të nxitur akmarrjen. Ai nxjerr në skenë një emër të rëndësishëm në fushën e narkotrafikut, siç është Dritan Gjika. Një emër që në Shqipëri rezulton i paskeduar, por ndërkohë kishte një peshë të madhe për autoritetet europiane dhe ato të Amerikës së Jugut. Dritan Gjika u arrestua në 26 maj të vitit 2025 në Dubai dhe konsiderohej si një nga grosistët më të mëdhenj të kokainës në Ekuador dhe më gjerë. E pikërisht, me këtë personazh Alibej thotë se ishte lidhur ai dhe i vëllai e ndriti. Derisa në një moment, gjithçka që fitoi e humbi, duke mbetur pa asgjë. Unë dhe ndriti kishim nisur një marrëveshje biznesi, me drogë normalisht, por s'kemi qenë përzir kur më vrasje. Kemi pasur njeriu më të rëndësishëm, u lidhëm me Dritan Gjikën.
e ndriti dhe shtetasi turk që u vra mik i familjes tonë, kishte nisur një ngarkesë për 530 kg kokainë për në Turqi. Kishim investuar gjithçka aty. Këta njerëz kishin përgjegjësinë e nxjerrjes nga porti i Mersinit. Ngarkesa u sekuestrua dhe nuk u arrit të nxjerrej se mu vra vllai dhe turku, miku i familjes tonë. Ngarkesa arriti rreth 2 javë pas vrasjes. Kjo ka qenë për të na nxjerrë jashtë. Këtë interes e kanë pasur shumë veta, më shkatruan dhe nga ana ekonomike. Shkova deri për bukën e gojës, por unë nxjerrja veten sikur kisha shumë lek, për ndërkohë s'kisha asgjë. Me 2 shokë që kisha lidhje, një punë në Angli, kam punuar shumë me kokainë. U përmenda në gjithë Londrën, më dhanë mundësi puna atje, gjithçka që fitoja, e shkriva, gjithçka. Merresha me sigurinë time dhe me planet. Nga shtëpia i bëja punët me telefon. Ka shumë njerëz që më kanë mbet miliona euro borxh. Është shpifje, fjala se çopja thonë që u bë gol nga ndriti për 50 kg. Ata bën shumë lek me këtë ngjarje. Në një kohë që në gjykatën e posaçme zhvillohen seancat e dosjes Plumbiart, personazhe që janë përfshirë në krime që po rrëfen nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, po vijojnë të ekstradohen nga Dubai. Tashmë, duket se edhe kështjella e tyre e fundit, që strehoheshin pas krimeve, nuk është më e sigurt për ta. Më 19 qershor 2025, ishte rada e ekstradimit të 3 të kërkuarve, që konsiderohen ushtar të Talo Çelës. Ado Xhika, i njohur edhe me emrat Ado Cëriku apo Elkier Cëriku, Erviz Daka dhe Maksim Koçi, ju dorëzuan Interpol Tiranës nga Interpol Abu Dhabi. Për Erviz Dakën, 38 vjeç në vitin 2024, gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest në burg për veprat penale, vrasje me paramendim mbetur në tentativë, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit dhe përkrahja e autorit të krimit kryer në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal. Ai akuzohet se ka informuar autorët që kanë tentuar të vrasin shtetasin Kej Piku në lidhje me lëvizjen e tij. Gjithashtu, akuzohet se ka siguruar kushtet dhe mjetet për vrasjen e Arjan Spahiut, pjesë e grupit Alibej. Nga ana tjetër, ka streuar, ka transportuar dhe i ka siguruar kushtet e nevojshme për jetesë të shumë kërkuarit Talo Çela. Nga ana tjetër, e njëjta mas sigurimi është vendosur edhe për 39 vjeçarin Maksim Koçi, i akuzuar po ashtu për veprat penale që akuzohet edhe Erviz Daka. Ai dyshohet se ka marrë pjesë në vrasjen e Klevis Kaplanit dhe në atentatin ndaj Irfan Azizit, si dhe ka siguruar kushtet dhe mjetet për vrasjen e Arjan Spahiut dhe Ardian Çollakut. Edhe Koçi dyshohet se ka ndihmuar për të fshehur Talo Çelën. Nga ana tjetër, për 40 vjeçarin Ado Xhika, gjykata e posaçme ka caktuar arrest në burg për veprën penale, për krahja e autorit të krimit, kryer në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal. Për rreth 2 vite, ai gjithashtu ka ndihmuar Talo Çelën, duke i krijuar kushtet e nevojshme për jetesë, si dhe e ka shoqëruar për të dhënë një intervistë. Por rrëfimi i Erjon Alibejt nuk ka mbaruar. Në seancat në vazhdim, ai do dëshmoj edhe për shumë episode të tjera, ndoshta edhe për shumë plane të dështuara që ai ka djeni si urdhërues, por edhe si objektiv atentatesh që për arsye të ndryshme nuk kanë ndodhur. Ashtu si disa dosje të tjera të SPAK, edhe nga dëshmia e Alibejt, zbulohet se si lidhen aleancat në botën e krimit për akmarrje, para, drogë, miqësi dhe armiqësi të përbashkëta. Se si krimi tregon dhëmbët në mënyrën më të ashpër, e ndonjëherë edhe më të pabesë, ndërton aleanca që funksionojnë mbi tradhti, me njerëz që shesin njëri tjetrin, me njerëz që arrin të drejtojnë punët nga ratia, madje edhe nga burgu, me njerëz që pranojnë të vrasin armikun dikujt, vetëm sepse ka mik armikun e tij. Intriga që zbulohen nga biseda që 10 persona kanë zhvilluar përmes aplikacionit Sky, zbulohen edhe nga dëshmitë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, e në këtë rast edhe nga Erjon Alibej. Nga të gjitha planet çfarë dalin seancë pas seance në gjykatën e posaçme, kuptojmë se disa njerëz jetojnë vetëm për të vrarë dhe janë gati të paguajnë miliona euro që dikush të mos jetojë më.
Ashtu si bisedat në Sky, edhe dëshmitë e të penduarve zbulojnë fijet që lidhin krimin e Elbasan Shkodër fushkruje mëtej. Zbulojnë marrëveshje të ndërtuara mbi intriga, pa besi, pa norma e rregulla. Krime që lën pas betime për akmarrje e që shkaktojnë viktima, në ndonjë rast edhe rastësisht.